Fermerët nga Selaniku Lindor dhe Halkidikia në Greqi donin sot që të bllokonin hyrjen në aeroportin Makedonia për një kohë të pacaktuar, duke mbërritur me traktorët e tyre përpara shkollës bujqësore pak pas orës 12. Megjithatë, atje kishte forca policie, të cilat rreshtuan rrjetat e hekurta e i ndaluan ata të vazhdonin drejt aeroportit. Për disa minuta tensioni u rrit dhe policia, duke vendosur mburojat e duke përdorur kimikate, gaz lotësjellës, i pengoi fermerët vazhdonin ndërsa u raportuan edhe lëndime të lehta. Disa nga fermerët u përleshën dhe disa të tjerë u rrëzuan për tokë edhe me lëndime. Shumë të tjerë pësuan dëme nga gazi lotësjellës dhe patën efekte anësore. Fermerët këmbgulën duke kërkuar që rrugat hapej për të kaluar një ambulancë dhe duke bërë të qartë se nuk donin tensione, por policia ishte e vendosur. Ndërkohë fermerët nga Kardista mbeten sot në bllokada në autostradën e 65 dhe Trikala, në pikat e pagesës së Longos, ndërsa organizatat dhe shoqatat kanë lëshuar deklarata duke shprehur mbështetjen e tyre për protestat bujqësore. Prej ditësh ata zhvillojnë protesta masive me bllokime rrugësh kombëtare, dytësore, porte dhe aeroporte, duke u përplasur me policinë, teksa pretendojnë plotësimin e kushteve kryesisht në fushën e subvencioneve. Pavarësisht motit të keq që ka përfshirë Greqinë, fermerët nuk e ndalin protestën e tyre. Megjithatë, nga qeveria greke nuk ka ende asnjë lëvizje.